Kryetare, mirë se gjeta. Mirë se erdhe, ministre. Mirë se erdhe, ministre. Praktikisht, ministre, kjo është e gjithë hapësira që është pronë shtet, pronë e Komisariatit Kurbinit, dhe që prej 2006-s, dhe aktualisht kemi të pozicionuara rreth 1664 makina me tipologji të ndryshme statusi. Nga këto 1100 janë për skrap. Po të shikoni, kjo është e gjitha pjesa ku është skrapi, kemi edhe një kronologji hartës vendosjes të makinave këtu, është përfunduar i gjithë inventari i pasurive në këtë zonë dhe besoj që shumë shpejt do fillojmë dhe procedurat për të filluar procedurat e ankandit për të pastruar gjithë zonën pastaj. Është 2.6 hektar tokë shtet. Në fakt, është një nga pikat e grumbullimit që policia e shtetit ka përdorur prej vitesh për të depozituar gjitha ato mjete motorike të sekuestruara apo të konfiskuara. Pika të tilla kemi me dhjetra të shpërndara në territor në gjithë vendin dhe fal aksionit edhe fushatës që kemi ndërmarrë me një sër agjencish të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por edhe të institucioneve të tjera, fal mbështetjes së policisë shtetit, të punës lavdrueshme të agjencisë së administrimit të pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, por edhe të drejtorisë së përgjithshme të rezervave materiale të shtetit, pra një punë ndërinstitucionale. Kemi filluar, ashtu siç e theri Sena me drejt, evidentimin, seleksionimin e gjithë këtyre mjeteve të depozituara këtu prej vitesh, në një hapësirë publike, në një hapësirë e cila, siç kundër mund ta shohim fare mirë, është një hapësirë që është një ndotje e konsiderueshme edhe për Bashkinë e Laçit, por edhe për bashkitë e tjera të vendit, ashtu sikur se e thash, ka shumë pika të tilla, të cilat janë bërë mjediset pa përshtatshme që prishin, ndosin ambientin, por edhe mjediset pa sigurta, le ta themi këtë. Kështu që nga fillimi i këtij muaji, fal fushatës që kemi ndërmarrë bashkarisht të gjithë, ne do ta lirojmë këtë hapësirë duke ju kthyer ju, në rastin konkret Bashkisë së Laçit, e cila me sigurt që do të ketë projekte shumë të bukura për të zhvilluar në këto hapësira, projekte të cilat i kthejnë komunitetit jetëzimin e tyre, energjizimin. Nga ana tjetër, për shembull, rasti më i fundit ishte ai i Bashkisë Shkodrës, ku bashkarisht po prap i kthyem Bashkisë Shkodrës një territor të zënë në të tillë mënyrë dhe ata kanë një projekt shumë të bukur për ta kthyer në një kënd lodrash. Do ta vijojmë këtë aksion. Ky aksion vjen paralelisht në fakt edhe me aksionin që Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit dhe inspektoriatet vendore janë duke kryer për lirimin e hapësirave publike të zaptuara padrejtësisht në fakt nga biznese lokale, duke krijuar rrethime me lloj-soj mjetesh. Ajo që jemi duke bërë aktualisht është që në gjithë territorin do të vijojmë pa u ndalur çdo ditë për të liruar hapësirat publike, për t'i kthyer qytetarëve dhe për t'i vënë në dispozicion të gjithë komuniteteve lokale, për të patur një Shqipëri të pastër, atraktive për turistët, por edhe të sigurt. Drejtor, unë e di që ju keni bërë një punë të jashtëzakonshme për të evidentuar jo vetëm këto pikat e grumbullimit, por edhe gjithë ato mjete motorike të braktisura në akset kryesore të rrugës, që kanë prej vitesh që nuk lëvizen, nuk zhvendosen. Ai është një operacion që ka filluar në bashkëpunim me policitë bashkiake të pothuajse të gjitha bashkive, ka filluar Tirana dhe do shtrihet në gjitha qytetet e tjera, po përveç faktit që ju përmendën që këto pika janë kthyer në gangrena prej vitesh, këto pika kërkojnë edhe shërbime policie për të ruajtur dhe për të garantuar sigurinë fizike të tyre, shërbime policie të cilat tani do t'i kthehen qytetarëve për të qenë më afër tyre dhe nuk do të merren thjesht me perimetrin, me ruajtjen e perimetrit jashtëm të këtyre pikave. Kjo është një nga 24 pikat në Shqipëri, faktikisht është e dyta që e ka mbaruar këtë proces pas Shkodrës dhe është nga pikat më të mëdha të grumbullimit. Po të shikojmë dhe në legjendën e parcelizimit, kjo është gjithë sipërfaqja e zënë me automjete, po e quajmë, po në status që kanë nuk mund t'i konsiderosh dhe automjete. E gjitha kjo me të kuqe janë automjete që janë për skrap, pra praktikisht do i nështrojnë që në fillim procedurës të lirimit të sipërfaqes. Po të shikojmë sipërfaqja 2.6 hektar është e rrethuar me gjelbërim dhe është në rrugë dhe është vetëm kjo pjesë që është e mbytur nga që është tërësisht nga mbetje, po e quajmë, se
Sepse janë mjetet cilat janë të papërdorshme prej vitesh dhe vërtet tani janë kthyer në mbeturina. Kanë dhe mbi 20 vjet që janë në këtë që në 2006 që ky territor është bërë pronësie e Komisariatit Kurbin. Kryetare, pra po ta shikosh, është një sipërfaqe e konsiderueshme në buzë të një aksi rrugor edhe ndërkohë e rrethuar ashtu siç e tha edhe Risea me drejt, e rrethuar nga një kurore gjelbër. Për fat keq është shumë e lënë bazdore, kështu që tani është momenti që ne ta pastrojmë e ju ta merrni dorëzim për t'ia kthyer komunitetit në një mënyrë që ata do të vlerësonin të nevojshme dhe domosdoshme së bashku me ju, po edhe për të kryer funksione ndoshta të vetë bashkisë. Po, Ministre, shumë faleminderit në fakt, edhe kjo është një ndër aksionet më të mira që deri tani besoj e ka marrë edhe Policia e Shtetit. Kjo është një hapësirë shumë afër qytetit, një pronë prej 2.6 hektaresh do i vinte shumë në ndihmë gjithë qytetit, një hapësirë kaq të madhe as ne publike nuk e kemi të lirë deri në këtë momente. Në fakt është në një pikë kyçe sepse lidhet me një nga fshatrat më turistik të Kurbinit. Kështu që ne do mendojmë them thellësisht se si duhet ta kthejmë këtë zonë në shërbim të komunitetit. Pozicioni i saj gjeografik na jep shumë mendime se çfarë duhet ne ta kthejmë në shërbim të komunitetit. Shumë faleminderit për këtë hapësirë. Unë jem gati me gjithë stafin e bashkisë për të hartuar tashmë projekte që do t'i vinë në ndihmë komunitetit, ku mund të kalojmë edhe për shërbime, po mund të jetë edhe për atraksion turistik apo kënde për fëmijët, duke e menduar dhe duke bërë lidhjen strategjike midis njësisë administrative Milot dhe njësisë administrative Laq, dhe duke qenë në një pozicion strategjik me fshatrat më turistik të Kurbinit. Shpresoj që të kemi një projekt të jashtëzakonshëm që do ja kthejmë këtë hapësirë qytetit, edhe shumë faleminderit për gjithë të se dhe në fakt edhe për bashkinë, patjetër për Policinë e Shtetit. E tha dhe drejtori, kjo kërkon angazhim, ruajtje, prej vitesh mund kemi pas edhe ne problematika të ndryshme për shkak të kësaj hapësire. Tashmë kjo do t'i kthejë qytetit dhe ne do të na nevojitet shumë, edhe është një ndër aksione që është për ta përshëndetur nga ne. Për të përshëndetur në fakt është edhe bashkëpunimi, unë e thash, është shumë e rëndësishme që gjithë institucionet jenë bashkë për të kryer punë të mira në territor, vetëm kur jemi bashkë arrim ti zhvillojmë ashtu siç duhet gjithë projektet. Ministre, në Shqipëri kemi 24 pika të këtilla. 2 janë përfunduar, siç e tham, Shkodra dhe Kurbini këtu, dhe javën tjetër përfundojmë procesin në të gjitha pikat e tjera, me Vlorën, që janë pikat e grumbullimit më të mëdha. Janë ndarë në 3 tipologji, janë prova materiale, janë pasuri të konfiskuara dhe janë scrap. Prova materiale jemi në bashkëpunim me Prokurinë e Përgjithshme për të vazhduar dhe për të përfunduar procedurat për daljen në një vendimarrje, ndërsa për sa i përket pasurive të konfiskuara, ato do të analizohen të gjitha, do inventarizohen dhe do të shikohet mundësia ku mund t'i kalojnë institucioneve shtetërore për t'i ripërdorur për nevojat e tyre, sepse kemi parë që ka shumë nevoja për automjete në institucionet shtetërore. Që praktikisht kjo do jetë e gjithë puna që do bëhet me të gjithë 16.000 që supozohet që janë në gjithë Shqipërinë. Mjete dhe motomjete. Shumë mirë.